Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum. Mirë se vini në emisionin tonë më të ri, Familja. Në fakt, është një pyetje ndërshekullore që bëhet midis debatit të vjetër vjera edhe nusja, apo thënë në gjuhën moderne, vjerrimi dhe nusërimi. Sot do të merremi pak me pjesën e parë, por jo për të paraqitur ankesa, por për dhënë zgjidhje dhe receta siç i ka dhënë pra feja e Zotit me anë të Kuranit dhe traditës profetike. Për të përpjekur dhe t'i dhënë zgjidhje, le të themi kësaj pyetje, është sot me ne mysafiri ynë, Hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Atëherë, le të themi vjerrimi është autoritet, konsultativ apo neutral? Çfarë statusi ka në familje vjerrimi? E para gjë që duhet të theksojmë është fakti që Islami e pëlqen një familje patriarkale, një familje ku janë të gjithë prezent. Sepse kënaqësia e prindit është, domethënë, të jetojë me fëmijën e tij dhe kënaqësia e prindit është që të jetojë, le të themi, me niprit dhe me mbesat. Dhe normalisht kjo është ajo që ne vazhdimisht i mësojmë këtij fakti, sepse është një traditë e bukur që jemi duke e mbajtur me dhëmb, sepse shoqëria shqiptare, mbar shqiptare, kudo që ka shqiptar, përballemi me trendin e ndarjes së familjeve dhe ku njerëzve ju duket, ose çifteve të reja, ju duket sikur janë më rehat dhe do të bëjnë një jetë më të lumtur nëse do të jenë vete. Po faktikisht, domethënë, siç e shohim shumë surën Ali Imran apo rastin e profetëve të Zotit, gjejmë që, domethënë, prindrit nuk janë përjashtuar nga jeta e çiftit apo nga jeta e familjes së re. Pra, ajo që orienton Islami është familja e madhe dhe aty ka më shumë bereqet dhe aty ka më shumë mbarësi dhe bekime, sepse normalisht janë lutjet e prindërve dhe duat e tyre. Unë nuk them që kjo gjëja tjetë edhe atëherë kur kalon shqetësim, sepse fatkeqësisht ka dhe raste kur prezenca e tyre kthehet në shqetësim për çiftin e ri, duke ndërmarrë rol autoritativ, duke bërë, domethënë, kompetentin, madje Zot na ruaj, në raste dhe në situata të ndryshme, duke dëmtuar jetën e çiftit, duke u futur në detaje, duke ndoshta edhe duke xhelozuar më shumë se ç'duhet e tjerë. Atëherë le të themi tek pyetja. Roli i prindërve është një rol, le të themi, më shumë konsultativ. Pra, ata duhet të konsultojnë. Të thuash një rol, si më thënë, neutral, përderisa janë në një shtëpi nuk mund të jetë neutral. Sepse ka gjëra që duhen korrigjuar, ka gjëra që duhen bërë më mirë, ka këshilla që duhen dhënë, urdhri për të mirë dhe ndalimi nga e keqja nuk është vetëm në rrugë, vetëm jashtë, është edhe brenda familjes. Dhe normale që situata të caktuar duhet këshillojmë, duhet orientojmë kështu me radhë. Pra, roli i tyre është një rol konsultativ dhe, domethënë, në jetën e çiftit, ndërsa në mënyrën se si organizohet familja kthehet tek tradita dhe tek zakoni. Pra nuk është problemi se si menaxhohet ekonomia e familjes, nuk është problemi se si priten miqt apo përcillen miqt, nuk është ky problemi. Ne po flasim vjerria në raport me çiftin. Atë roli i tyre është rol konsultativ. Pra ata janë prindrit, ata janë edukatorët, ata janë këshilluesit dhe ata janë madje edhe rregullatorët, që do të thotë, nëse vjerri apo vjera shohin diçka tek çifti që nuk shkon mirë, atëherë ata duhet bëjnë rolin e rregullatorit, rolin e zbutësit, rolin e ndërmjetësuesit, sepse në fund fare kënaqësia e prindit është kur sheh çiftin që jetojnë mirë dhe të lumtur dhe normalisht, domethënë, në momentin që ka diçka, atëherë ata duhet bëhen rregullator. Nëse duhet këshilluar nusja, duhet këshillojnë nusen, nëse duhet këshilluar çuni i tyre, duhet këshilluar çuni i tyre, pra djali i tyre. Le të themi, a është vjerri dhe vjera nën dhe baba e dytë për nusen dhe duhet respektuar si të tillë? Çfarë qëndrimi ban Islami? E bukur kjo, domethënë, sepse nganjëherë edhe bëhet kjo pyetja, mund të themi bab ose nën, domethënë vjerrit dhe vjerës. Ne po i themi bab dhe nën njerëzve që nuk i njohim, për respekt dhe për shpreh, domethënë, një lloj mirënjohje ndaj tyre. Si mos t'i trajtojmë, domethënë, prindrit e burrit, domethënë, si mos t'i trajtojmë si tillë. Pra, domethënë, duhet të konsiderojmë si tillë, normalisht nuk ka dyshim.
Por të vim dhe tek pjesa tjetër që dy prindrit e burrit, pra vjeri dhe vjera, duhet ta shohin nusen si bijën e tyre. Se në fund fare, kjo vajzë ka lënë prindrit e saj, ka lënë familjen e saj, ka lënë, le të themi, gjysmën e shpirtit saj andej matan dhe ka sakrifikuar për këtë familje. Dhe kështu duhet parë, pra duhet parë nusja si një vajzë e ardhur në shtëpi, si një bijë e shtëpisë, nuk duhet parë si konkurrente, nuk duhet parë si rrëmbyesja e djalit, nuk duhet parë na e mori çunën, jo, çuni aty është, mashallah. Po kjo nuse, domethënë është ajo e cila domethënë është bërë pjesë e një familje, është bërë pjesë e kësaj familje dhe duhet trajtuar si e tillë. Pra, si më thon, siç e themi, ne të hapim letrat, të jemi një dhe mos ta trajtojmë domethënë si diçka e huaj që na ka ardhur në shtëpi që se do të na marrë djalin apo do të na marrë diçka tjetër. Ma ishte interesante se pyetën dikë për këtë temë dhe tha, gruaja tha, është përgjegjëse edhe ka manet edhe mjetët dhe sendet të burrit, pra mos t'i dëmtoj, dhe jo më njerëzit, domethënë që janë prindit e vet. Ju cekët pak më parë dhe pjesën e, le të themi, bashkëjetesës apo ndarjes së strehimit, pra të jetuarit në një familje. Nëse janë mundësitë dhe kushtet gjithmonë, sepse nëse nuk janë mundësitë dhe kushtet, kjo është gjë tjetër pastaj, se për efekt kushtesh mund dalin, le të themi, në vete deri në një moment tjetër, po më e mirë është të jetohet bashkë nëse nuk ka shqetësime. Pra, pjesa e ndarjes, si qëndron, domethënë, a lejohet pastaj që kur mund të lejohet që t'i ndaj pastaj prindrit le dalin shtëpinë vete? Jo, ajo nuk është taksative që duhet të jetojnë bashkë patjetër. Pra nuk është obligim që të jetojnë bashkë. Jo, nuk është obligim. Po, nuk është taksative, nuk është obligim, po ne po themi më e mira dhe dëshira e prindit. Po ka prindër që ndihen më mirë po të jenë vete, për shembull. Ka raste që ngushtia më mirë, le të themi, e vendit nuk e bën jetën komode. Kështu që nëse prindrit janë në një moshë, le të themi, të mirë, që mund të shërbejnë vetes dhe nuk kanë nevojë, le të themi, për një shërbim ekstra, atëherë nuk ka asnjë lloj problemi që çifti dalin vete. Nuk ka, madje unë di raste, personalisht di raste që vetë prindrit kërkojnë që të jetojnë në vete, si më thonë, për t'i dhënë çiftit, le të themi, më shumë hapësirë për njëri tjetrin, më shumë liri veprimi me njëri tjetrin, dhe pastaj mas, le të themi, disa vitesh janë ribashkuar sërish. Pra kur ka shkuar situata në një moshë që prindi nuk ka qenë më, le të themi, i aftë për të mbajtur veten e kështu, janë bashkuar sërish. Pra edhe kjo mund të jetë, domethënë. Në momentin që nusja punon bashkëshortja, le të themi, dhe jetojnë bashkë, pra marrim skenarin që janë një familje e madhe, siç e përmendët ju, dhe jetojnë bashkë. Po. Kush i bën punë të shtëpisë? Dhe a duhet i shërbej gruaja prindërve të burrit? Jo, unë mendoj që kjo është një çështje që kthehet tek tradita dhe zakoni dhe mënyra se si jetojnë gjithë njerëzit. Pra ne nuk mund të sillim një rregull të ri për shoqërinë. Si funksionon gjëja në përgjithësi? Nëse në përgjithësi gjëja funksionon që vjera është e re, për shembull, le të themi, dhe mund të bëj ajo, mund të ofrojë shërbime, bravo, dhe shumë mirë dhe ashtu bëhet. Përderisa nusja është në punë, përderisa nusja mund të ketë angazhime të tjera jashtë shtëpisë, domethënë. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me një pozicion të një, le të themi, gruaja e cila pret që çdo gjë të bëhet gati dhe rrin aty gjithë ditën kot se do të vi nusja të bëj punët. Kjo nuk është normale. Po edhe e tjetra nuk është normale që gruaja të jetë nusja, pra le të jetë në shtëpi, edhe mos bëj asgjë dhe të presi që t'i bëj vjera. Në momentin që palët, domethënë, e shohin gjën kështu, atëherë nuk ka më hajër. Po gjithsecila prej tyre, domethënë, të bëj atë që mund të bëj, pa e sforcuar veten. Sepse Zoti thotë, nuk e ngarkon Allahu njeriu te mundësive të tij. Pra në fund fare, nusja ka mundësi me bërë, ai sa ka mundësi dhe duhet të bëj, po edhe vjera ka mundësi të bëj diçka, duhet të bëj. Unë di vjera, për shembull, që qysh në pikë mjesit, kur çohen, merren me punë të shtëpisë, edhe pse nuk ka kërkon kush, po e kanë natyrën e tillë që s'mund ta lejnë shtëpinë, le të themi, rrëmuja, po edhe kështu. Po di njëkohësisht edhe motra besimtare, ose nuse, të cilat, domethënë, edhe pse ikin punë, e lejnë çdo gjë gati,
dhe kur vinë, domethënë merren me çdo gjë. Pra, ka raste shumë të mira dhe shembuj shumë të mirë që duhen marrë si model. Dhe unë them gjithmonë kemi një traditë mrekullueshme që ndoshta mund të duket si demode për kohën që jetojmë, për trendin që ka shoqëria dhe që aspiron, po unë mendoj që është një traditë e mrekullueshme që është mirë mos ta humbim. Pra, ku nusja dhe vjera bashkëpunojnë me njëra tjetrën, i bëjnë punët bashkë, i ndajnë gjërat bashkë dhe nuk ka detyra të ndara. Pra, ndonjëherë kjo bën më shumë se sa kjo, se e sheh që është më e lodhur edhe si ka pas mundësit, ndonjëherë bën kjo tjetra më shumë se sa kjo, sepse e din që ka pas shqetësime etj dhe kështu i bëjnë gjërat bashkë. Çfarë ndodh nëse do të funksionojnë në këtë formë? Rriten fëmijët dhe shohin, do të thonë një lloj, le të themi, bashkëpunimi dhe harmonie në familje dhe do të vazhdoj fryma të trashëgohet. Në fakt është e çuditshme se përpara njerëzit kishin më pak mundësi financiare, ka pas raste jetoshin edhe shumë kurora në një familje dhe kishte më shumë harmoni dhe më pak probleme se sa sot, që janë mundësitë dhe problemet si tush janë shtuar, domethënë, dhe zëngat. E vërtet, sepse në kohët e më përpashme, domethënë, ka dëgjohej një i parë, pra shtëpia, familja, edhe pse ishin disa kurora, tata apo lala, gjyshi bënte ligjin me drejtësi gjithmonë. Fjala e tij ishte e padiskutueshme, domethënë gjithë djemt, le të themi, do të ishin nën hyjmin e tij, por ai karakterizohej nga drejtësia. Kështu që ka qenë gjëja ai autoriteti i babait, autoriteti i prindit ka një vend, ka një rol që domethënë është fenit, domethënë ka filluar bjeri këto kohë, domethënë. Po pjesa e pyetjes dytë, pra shërbimi që do t'i bëj ose a lejohet ose a ka detyrë që bashkëshortet i shërbej prindërve të burrit kur ata fillojnë të jenë të pamundur, pra kanë invaliditet, kanë dhun shërbim. Kjo përgjigje mund të bëjmë, mund ta lidhim me atë që themi, a kemi obligim tjetër ndaj Zotit në pasurinë tonë përveç zakatit. Pra nëse njëri e ka dhënë zakatin, mbyllet me kaq historia, do të thonë nëse ka dikush i halli siklet, unë vëlla kam dhënë zakatin. Fetarisht ai çdo njeri ka obligime të tjera në pasurinë e tij përveç zakatit. Kështu që edhe rasti i prindërve të burrit, le të themi, ne nuk do ta shohim gjën se a kam obligim apo nuk e kam obligim. Ne do ta shohim gjën kush janë këta të dy. Këta janë ata që kanë sjell në jetë bashkëshortin tim. Shërbimi ndaj prindërve të burrit, ndaj vjerit dhe vjerës, e gëzon dhe e kënaq bashkëshortin? Po. E rregullon dhe e përmirëson jetën bashkëshortore? Po. E bën bashkëshortin të jetë më i lumtur dhe më produktiv dhe më i gjallë dhe më i mirë në rezultatet në raportet tona bashkëshortore? Po, atëherë përse duhet bërë kjo pyetje? Pra shpyetje pa vend. E para, e dyta, ne gjithmonë themi që sheriati islami ecën me traditën dhe me kulturën. Përderisa në traditën dhe kulturën tonë është që kjo gjë është normalitet, atëherë duhet të ecim sipas traditës dhe kulturës, sepse rregulla islame thotë el-adatu muhakkame, pra zakoni dhe tradita bëhet ligj kur nuk ka diçka që bie ndesh me sheriatin. Atëherë këtu nuk kemi diçka që bie ndesh me sheriatin, përkundrazi, sheriati orienton tek bamirësia në përgjithësi. Pra një fëmijë që është i pamundur, neve sheriati na thotë me ndihmu. Një njeri që është në hall, sheriati feja na thotë me ndihmu. Po babai i burrit, pra dhe nëna e burrit që është vjerri dhe vjera, nuk ka dyshim. Gjyqja e fëmijëve, pikërisht. Pastaj ta mendojmë veten tonë. Pra në një ditë, pra do kthehet. Do të kthehet, pra kjo nusja që sot është nusë, nesër do të jetë ajo vjerr. Si do të donte ajo që të sillej nusja me të? Në këtë formë, siç po sillet kjo me nusën? Pra, domethënë gjërat lëvizin dhe do të vijë një moment tjetër në jetë që a do të jetë kjo vjerë, domethënë, ashtu siç apo do donte kjo vjerë që nusja e çunit saj të sillet me të siç po sillet kjo me vjerrën e saj, kur nuk do të donte. Atëherë, si më thon, gjërat siç thot populli, lahen në këtë botë, pra me kuptimin, jo se s'ka botë tjetër, por me kuptimin nganjëherë Zoti ta jep edhe në këtë botë frutin e asaj që ti ke mbjell. Nuk është kusht ta korrësh frutin e të keqes në botën tjetër.
Në fakt, për qenë sinqert deri në fund, Po, deri në fund, mo. Ju e thatë që do merret tradita mirë për atë pjesë pra kur feja ka hesht, sepse varet. Mirë po, ka raste ku ndoshta edhe përplasën. Për shembull, E vërtet. le të themi, tradita që mbizotron është që vjerë dhe vjera është autoritet. Pra majnë vendosin për gjithçka. Për gjithçka, imponohen djalit, pastaj i thënë djalit përcjellja dhe bashkëshortës dhe Madje unë sepse unë trajtoj edhe tek pyetjet e përgjigjet, kam raste për shembull që na vijnë raste që thotë nuk bën nusja asgjë, duhet marrë leje për vjerët dhe për vjerës. Pra duhet marrë për çdo gjë miratimin e tyre, madje edhe për rrobat dhe për ushqimin. Kjo pastaj është ekstrem. Pikërisht. Pra, ky është ai rasti që jo vetëm që i lejohet nusës të kërkojë të dalin vete, po ku e di unë, i lejohet e gjysmë. I lejohet 2 herë të kërkojë të dalin vete, sepse këtu djali ka humbur rolin. Pra djali është shtylla e shtëpisë, le të themi ai që mban raportet, kolona. Në momentin që kolona është thyer dhe është mbështet tek prindrit dhe nusja për çdo gjë duhet pyesi prindrit e burrit, vjerit, edhe për dal nga shtëpia edhe për të shkuar tek shtëpia e prindërve, këtu pastaj, domethënë, kemi tejkalim kufish. Kompetencash. Tejkalim kompetencash, domethënë edhe kjo pastaj nuk është normale. Pra këtu kemi me një ndrydhje, le të themi psiqike, emocionesh, do të thonë është diçka e paparashikuar nga ana një imponim e një presion, le ta themi. Është e paparashikuar nga ana e nusës që do të komandohet nga 2 njerëz të tjerë. Qartë. Ndërkohë që është çuni, pra burri, bashkëshorti i saj, ai i cili do të japë orientimet në jetë. Pra edhe vjerria do të jenë të kujdesshëm te kjo pjesë. Edhe nëse çuni për respekt dhe për nderim dhe për ku e di unë për vlerësim apo ku e di unë përse ja lën autorizon jep prokuor prindërve, ata vetë nuk duhet ta pranojnë një gjë të tillë. Ata vetë nuk do ta pranojnë një gjë të tillë. Pra nuk delegohet kompetenca le të themi e kryefamiljarit ose le të themi qenurit bashkëshorti ka rolin e vet dhe nuk mund ta delegojë tek ke prindit e tij. Madje edhe nëse ndodh, ata vetë nuk duhet pranojnë një gjë të tillë. Thonë çun o birë ti merru vetë me këto punë edhe ç'gjë tjetër. Pra në fakt ju këtë rast pak a shumë ndat në fillim kur thatë që vjerë dhe vjera nuk do ndërhyjnë ke punët e bashkëshortëve. Pra mund të jenë për çështjet administrative të shtëpisë, por që le të themi kjo është kompetencë. Tani vim ke pjesa e dytë, që ne tham ka rol konsultativ. Por ka raste që edhe konsultat kalojnë në ndërhyrje pastaj. Për çdo gjë birë, shiko, është mirë kështu, bëje kështu. Pra kur kalon pastaj pjesa e konsultës në ndërhyrje? Konsultativ kur është diçka e paqartë, po jo këshillues nga mëngjesi deri në darkë. Sepse kjo pastaj humb sensi, dolën prap, domethënë jashtë kufirit normalitetit. Pra është një situatë që duhet marrë një mendim, duhet marrë një vendim, ndërhyjnë, këshillojnë, domethënë merren në konsiderat fjalët e tyre dhe porositë e tyre. Përndryshe, kjo është jeta e tyre, ata vendosin vetë. Ata vendosin vetë, domethënë për shkollimin e fëmijëve, për mënyrën se si do ta zhvillojnë domethënë jetën e tyre, për mënyrën se si do të vishen, domethënë është jeta e tyre. Prindin nëse sheh një haram, atëherë ndërhyn. Nëse prindi sheh se po neglizhohet një farz, atëherë ndërhyn. Përbën problem kjo gjë, duke këshilluar, se në fund fare nuk ka më përgjegjësi. E zejmë se nusja e çunit nuk ja mori këshillën. Me Zotin në rregull. Pra ti e bëre të tëndën. Kjo është ideja, domethënë kur themi këshillues në kuptimin jo non-stop, sepse pastaj kthehemi tek e para, po me kuptimin situata të caktuara, në rrethana të caktuara. Vjetër e po ashtu që le të themi vjerë dhe vjera shpesh mbajnë anën e djalit. Pra flasim në rast konfliktesh apo në rast debatesh në çift, do të prevalojë drejtësia apo do të prevalojë anshmëria. Pra nga cilat janë bazat që do të gjykojnë ata? Normalisht do të prevalojë drejtësia. Drejtësia është ajo me të cilën mbahet qielli dhe toka. Drejtësia me drejtësi funksionon gjithçka. Sepse pa drejtësia është e rëndë. Domethënë padrejtësia nuk është vetëm të vjedhësh apo të bësh keq. Padrejtësia është edhe kur ti nuk gjykon drejt apo man anën e gjakut apo man anën e fëmijës tënd. Në shumë raste mund të ketë drejt
bashkëshorte, pra mund të ketë drejt nusja. Atëherë ti si prind, nëse do të japësh shembullin e mirë, do të thosh çunit, dgjë, këtu ka drejt nusja. Më fal, por nusja këtu ka drejt. Unë s'duhet ndërhyj, por e shoh që situata këtu është e drejta ashtu. Fatkeqësisht ne kemi atë pjesën emocionale që na mund. Gjithmonë burri ka drejt. Jo. Mentaliteti që vjen pjesa emocionale që na mund, pra me kuptimin shkojmë tek fëmia jonë dhe i majmë krahun fëmijës tonë. Prindi i vërtet dhe prindi i mirë nuk duhet të jetë i tillë. Prindi i vërtet dhe prindi i mirë është ai i cili i ndan gjërat drejt. Nëse çuni ka gabuar, duhet më thon baba i pari që ke gabuar. Se në momentin më të parë që ai sheh një mbështetje, atëherë kalon pastaj situata në kokfortësi, kalon situata në mendjemallësi, kalon merr ngjyrime të tjera situata. Dhe në momentin më të parë që prindi, pra babai i çunit apo nëna e çunit marrin qëndrim të drejtë, do të shuhet sherri, do të zgjidhet situata shumë shpejt. A lejohet me qenë kollovar në Islam? Pra të jetoj të shih ana tjetër, bashkëshorti të të ke prindit të gruas. Lejohet, nuk ka asnjë problemi, domethënë se shoqëria stigmatizon si sjellje. Po sepse ne jemi shoqëri bulizuese, Zot na fal, domethënë kemi racizmin pak të zhvilluar edhe bulizimin. Tani tu kësaj thon 2 në 1. Pra merr edhe nusën, merr edhe shtëpinë, edhe jeton plot. Po, paketë plot. Kështu që nuk ka asnjë problemi. Nuk ka asnjë problemi, normalisht domethënë edhe në këtë rast, domethënë, le të themi dhëndërimi, dhëndëri duhet të jetë shumë i kujdesshëm sepse i është ofruar shumë në krahasim me çfarë, domethënë, ndodh në përgjithësi, po edhe tjetra, vjerë dhe vjera nga krahu tjetër duhet ta vlerësojnë këtë djalë i cili ka lënë gjithçka për të ardhur tek ata. Pra, të shihet siç e tha Zoti në Kur'an, wala tansawul fadla bainakum, mos harroni të mirat e njëri tjetrit. Bëjmë një shkputje shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja, pra kur rikthyem sërish në studio. Atëherë e trajtuam pak a shumë si fenomen, por pyetja mbetet, pra të hym pak ana kimike. Pse zihet vjera dhe nusja? Pra, a është që thot populli mu shejtani apo Unë mendoj se 2 janë arsyet kryesore që ka përplasje. E para është pritshmëria, që do të thotë vjera pret shumë nga nusja, siç ka bërë ajo në kohën e zamanit vet. Dhe në momentin që sheh për shembull le të themi këto gocat e reja të cilat nuk kanë haber nga shumë gjëra që kanë të bëjnë me nusërimin e zamanit, zhgënjehet. Nuk din që ndisin, nuk din fjala vjerë. Po kemi edhe gjën tjetër, zhgënjimin nga ana e nusës. Ajo pret që vjera do të trajtojë si mami vet. Po. E do ta presi që të zgjohet, e ta kesh çdo gjë gati. Dhe pra e para, e dyta është xhelozia. Xhelozia dykashme, që do të thotë vjerës i duket sikur erë një grua e huaj, një vajzë e huaj që i mori çunin, atë që ajo e ka rrit aty, ka pas syt, ai çun për të ka qenë gjithçka. Vjen një njeri huaj, më thoj astaghfirullah, pra me kuptimin figurativ, futet në familje dhe çuni, domethënë zhvendoset tek ajo. Po edhe ana tjetër, domethënë xhelozia nga ana e nusës. Ka nusët të cilat janë xheloze, pse çunat shkojnë aq mirë me nënat e tyre apo me motrat e tyre. Diu në raste plot. Xheloze pse pret motrat, ose domethënë 2 janë arsyet kryesore. Domethënë pritshmëritë e munguara ose pra që dhe arsyeja e dytë është xhelozia. Normalisht që edhe shejtani do të bëj punën e vet, se shejtani si ta populli tha lumi flet dhe armiku s'flet, dhe puna e shejtanit, domethënë ai nuk e njeh pushimin, nuk e njeh një moment pushimi dhe ai normalisht bën punën e vet. Pastaj mund të ketë edhe tradita dhe zakone të cilat domethënë ndikojnë, janë rritur një traditë, një zakon që nusja duhet bëjë gjithçka nga e deri tek xhyja, nuk i intereson sa është në punë, nuk është, pastaj janë gjëra
Plus që pastaj, kemi akoma në disa vende të largëta, le të themi, që ekzistojnë edhe tradita më të vështira akoma, gjëra që e bëjnë jetën, edhe më të vështirë. Në fakt, marrim pak rastin in extremis, pra zemë që jetojnë të ndarë, kanë pasur debate, ndoshta edhe nuk flasin, le të themi nusja me vjerën, dhe shpesh marrin masën që i ndalojnë që të shohin fëmijët. Pra thot nuk ka punë me fëmijët, nuk ka punë fare me ne, ti shko takoje, a lejohet kjo? Ja, nuk lejohet në islam, absolutisht nuk lejohet, sepse gjyshi dhe gjyshja, pra le të themi vjerë dhe vjera kanë dha ata hakun e tyre dhe të drejtën e tyre tek fëmijët. Dhe është djalë i cili ndoshta nusja nuk shkon, nuk i viziton, po kjo s'ka lidhje me raportin e djalit, kjo s'ka lidhje me raportin e fëmijëve. Kështu që nuk lejohet ndërhyj në këtë pjesë, absolutisht. Në fakt ne u treguam pak një anshëm kur u morë vetëm me vjerat dhe nuset, sepse edhe midis dhëndrit dhe vjerit mund të ketë ose ka raste krau tjetër. I çunit me babin e nusës dhe me nënën e nusës. Ka raste që ndërhyjnë, domethënë edhe pra le të themi po dhëndri, a ka njëtin pra le të themi detyrim për të respektuar prindit e vajzës si nusja? Absolutisht, respekti është i padiskutueshëm. A ka detyrime financiare? Jo. Ama respekti, kujdesi, marrja në konsiderat, absolutisht që po. Dhe le të themi konflikti më i nxehtë, pra vjera dhe nusja, ne cekëm pak çka këshilla shqipni ju për nuset e reja ose për vjerat, nisur dhe nga eksperienca që keni me njerëzit? Unë mund ta përmbledh me një fjali shumë thjesht. Shihe këtë plakën si nonën e burrit tënd, si një nënë të moshuar, e cila normalisht jeta mund t'i ketë lënë dhe pasoja, për sa i përket vjerës. Ndërsa vjerave do i thosha, shihe këtë gocën që ka ardhur në shtëpi si një bi që ka sakrifikuar gjithçka për të bërë pjesë e familjes tuaj. Nëse ne do ta shohim situatën në këtë lloj pamje, unë them që nuk do të ketë konflikte dhe nuk do të kemi, domethënë, kaq shumë diskutime mbi këtë tematikë. Pra kur është le të themi vullneti politik në thojza, gjejnë gjithmonë zgjidhjet pra. Për ndryshe pastaj do shkojnë janë ato rastet ose mos e nënën tënde ose nëna thot ndaj nusën, pra eskalon situata dhe shkon në ekstrem. Hoxhi nderuar, falenderoj që ishit sot me ne në studio dhe për këshillat dhe vyra që na dha. Ishin me vërtet një eliksir pra nga eksperjenca, nga dhe gjithashtu falenderoj teleshikuesit për vëmendjen që na kushtuan. Mos u bëni merak se do flasim dhe për nuset emision në ardhshëm. Nuk kemi vetëm me vjerrat. Deri atëherë, selam aleikum.